Ndjes, Ministri Hoxha dhe më pas Ministri Balla. E nderuar deputete, urdhri i prokurorisë i rrethit gjyqësor Durrës ka dalë në datën 27/10/2024. Kjo ka qenë një ditë e diel. Neve jemi koordinuar plotësisht për sa i përket zbatimit të këtij urdhri dhe unë të siguroj që ne nuk jemi në periudha ku urdhrat e prokurorisë nuk zbatohen. Kjo periudhë ka mbaruar, nuk është më fare aktualitet. Në bashkëpunim me doganën, Policinë e Shtetit dhe të gjitha agjencitë ligjë zbatuese, po krijohet infrastruktura e përshtatshme e vendosjes konform ligjit të këtyre kontenierëve në hapësirat publike të cilat do të kontrollohen dhe monitorohen nga policia. Siç dhe ju e dini, janë mbi 102 kontenierë të cilët kërkojnë infrastrukturë të përshtatshme dhe nuk janë disa kuti kartoni që ne mund t'i fshehim dhe mund t'i fusim kudo ku ju mendoni. Pra, këto kontenierë do të vendosen në një hapësirë e cila do të monitorohet me punonjës policie. Urdhri i prokurorisë është totalisht 100% i ekzekutueshëm dhe ne po marrim masat në koordinim me gjithë strukturat për ta bërë këtë urdhër të ekzekutueshëm. Koha e urdhrave të prokurorisë kur jepeshin dhe nuk ekzekutoheshin nuk ekziston më dhe për këtë gjë shumë drejtues të punonjës policisë të atëhershëm janë në SPAK për të dhënë llogari që nuk kanë zbatuar urdhrat e prokurorive. Faleminderit.